kam një serdë sonte, është nata e 2 të sfidës tonë dhe ajo që po ndodh këtu është jo vetëm një pastrim i thellë, po bëni një pastrim të thellë të trupit, të zemrës, të sistemit nervor, po jo dhash dhe detyrën të pastronit një pjesë të robave. Sa nga ju e kanë plotësuar detyrën për sot. Meditimi i dje ishte jashtëzakonshëm. Keni qenë të jashtëzakonshëm, liruat jashtëzakonisht shumë, keni punuar në formën më të mirë, faktikisht për të liruar sistemin nervor, për të hapur zemrën, për të çliruar trupin tuaj nga e kaluara dhe sot do flasim për shërimin. Pra dje, edhe sot do vazhdoj me pastrimin, edhe sot do ju jap një detyrë për nesër. Për nesër është të caktoni një vend për çdo gjë. Detyra për nesër do e përsëris prapë edhe një herë, është që çdo gjë të caktoni vendin e saj. Në momentin që ne pastrojmë shtëpinë, ne të pastrojmë shtëpinë nga rrobat, pastrojmë shtëpinë nga gjërat e tjera të panevojshme, dhe një nga çelësat që pasi ke pastruar shtëpinë, një nga çelësat që të arrish të ruash shtëpinë e pastër është që çdo gjë të ketë vendin e saj. Të gjitha gjërat të kenë vendin e saj. Kështu që nesër mendoni dhe caktoni nga një vend për të gjitha gjërat tuaj, nga gjithçka. Caktoni për çdo gjë që keni në shtëpi, caktoni vendin e saj. Dhe nëse nesër shikoni rëmuja të ndryshme ose grumbuj, rëmuja të ndryshme që nuk e kanë vendin e tyre, atëre caktoni gjithashtu edhe një vend për to. Pra çdo gjë në shtëpinë tuaj të ketë vendin e saj. Do shikoni se edhe në qoftë se mund të krijoni një rëmuj, çdo ditë krijohet rëmuj, po pastaj në fund të ditës, duke qenë se ti ke një sistem në kokë dhe e di shumë mirë se kjo gjë ka vendin këtu, mund t'i bësh të gjitha shumë shpejt. Ne gjithmonë kishim një sistem kur punonim në po e mbyll një moment muzikën. Kishim një sistem ne kur punonim së bashku, ishim një grup i madh që kemi bërë masterin për shkenca mjekësore në Austri dhe ishim një grup i madh studentësh dhe të gjithë ne kishim krijuar një sistem sepse punonim edhe në universitet. Vazhdonim kërkimin shkencor aty dhe kishim krijuar një sistem që të gjitha gjërat kishin vendin e vet. Dhe edhe në momente për shembull që kishte një ngarkesë shumë të madhe pune, atëherë ne e dinim shumë mirë, kjo gjë ka kjo gjë është në këtë vendin e saj, kjo gjë është në vendin e saj, kjo gjë është në vendin e saj. Dhe mund të mbaronim punën jashtëzakonisht shumë shpejt. Dhe faktikisht këtë teorinë e sistemeve na mësoi një mjek i cili tha një sasi kaq shumë e madhe pune, tha, në qoftë se nuk ke sisteme, atëherë ti do rish deri në orën 3 të natës dhe kur shkuam në fillim, rinim ndonjëherë edhe në 3 të natës rinim në universitet punonim. Por në momentin që filluam të punonim me sisteme, normalisht do pak energji në fillim të krijosh ato sistemet e tua, do të investosh pak nga energjia jote të krijosh sistemet, por në momentin që ti arrin të krijosh sisteme, atëre çdo gjë do filloj ti do punosh akoma më shpejt, çdo gjë do shkojë në vendin e dur gjithmonë më shpejt dhe puna do përfundoj në formën më të mirë. Nuk do rish më deri në 3 të natës, po do i përfundosh edhe më përpara. Në qoftë se e keni parë, janë shumë interesante disa video nga kryesisht nga Amerika, janë gra në Amerikë, të cilat mund të kenë edhe 10 fëmijë, 8 fëmijë, 10 fëmijë, dhe bëjnë video dhe tregojnë se si e organizojnë shtëpinë, se si e pastrojnë shtëpinë, si organizojnë jetën me fëmijët. Dhe mua zakonisht to video filluan të më dilin pasi linda vajzën. Pasi linda vajzën, imagjino ai algoritmi YouTube-it apo Instagramit funksionon në një formë të tillë që ti thjesht
një video të shtypur që është një bebe aty, të bëhet pastaj e gjithë historikut, të bëhet i gjithë historiku me bebe. Dhe kështu që në atë periudhë po e kam rikthyer fokusin sërish. Dhe në atë kohë më dolën shumë video të këtyre grave që kishin 8 fëmijë, 10 fëmijë, dhe ishte e shumë e çuditshme si arrini që ta mbanin shtëpinë në rregull, si arrini të mbanin gjithçka pastër dhe në rregull. Normalisht gjithçka vetë bënin, por kishin sisteme. Ajo që zbulova është që kishin një sistem shumë strikt. Kishin kalendar strikt, kishin një rutinë shumë strikte puna, dhe në momentin që ti ndërton sistemin në jetën tënde, atëherë gjithçka do fillojë të funksionojë siç duhet. Kështu që nesër këtë do mendoni pak me veten tuaj, çfarë sistemesh mund të krijoj unë tek shtëpia ime. Kështu që tani mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma të gjithëve, tani do t'i mbyll një moment komentet. Do fillojmë sot. Sot do punojmë pak me pjesën e shërimit. Është sepse në momentin që ne duam të krijojmë diçka, jemi kjo sfida 3 ditore e kam quajtur jo thjesht pastrimi pranverës, po është pastro, shëro dhe krijo. Pra ditën e parë dje punuam pafund me pastrim, pastro. Edhe sot do kemi disa ushtrime pastrimi. Sot do jetë fokusi edhe te shërimi. Një shërim i thellë dhe do përdorim teknikën Ho'oponopono dhe gjithashtu teknikën e shërimit për 6 minutëshe. Të dyja këto teknika së bashku do t'i shkri në një, dhe qëllimi është që sepse në qoftë se ne do të tregoj këtë grafikun. Ky grafiku kjo është e kaluara dhe kjo është e ardhmja. Tani, në të kaluarën ne mund të kemi ngarkesa nga më të ndryshme, si e thash edhe dje. Kujtime, ngjarje, sfida, njerëz që na sfidojnë, testojnë, dhe të gjitha këto njerëzit zakonisht i shoqërojnë emocionalisht, edhe në çastin e tanishëm ndjen ndonjëherë se nuk mund të jenë dot në çastin e tanishëm, sepse ndjen si të acaruar nga gjërat, të acaruar nga ngjarje nga më të ndryshmet. Dhe arsyeja është pikërisht kjo, ngarkesa e kaluarës. Pse? Sepse në momentin që sistemi jon nervor nuk krijon diçka të re, është një strukturë në trurin tënd që quhet hipokampus. Dhe hipokampusi do t'ju tregoj diçka, këtë e ka bërë dhe Marvini si video në YouTube, dhe ka bërë dhe një meditim për hipokampusin. Në fakt është një meditim i cili të çliron, ka funksion për të çliruar nga mendimet negative, dhe po dua t'ju shpjegoj pak për hipokampusin. Hipokampusi është një zonë në tru, pra është një strukturë e trurit, e cila këto do habiteni nëse nuk e keni parë videon e Marvinit që ka hedhur para shumë muajsh. Hipokampusi, ajo që ai bën, ka rrjete nervore që procesojnë dhe kujtojnë të kaluarën, por këto rrjete nervore që kujtojnë të kaluarën, që ruajnë memorie nga e kaluara, ruajnë ngjarje nga e kaluara, dhe kur ti kujton të kaluarën, janë këto rrjete nervore që aktivizohen. A e di se çfarë janë këto rrjete nervore që aktivizohen kur ti kujton të kaluarën? Janë të njëjtat rrjete nervore që aktivizohen kur ti imagjinon të ardhmen. Kur ti imagjinon një krijim të ri, kur ti imagjinon një jetë të re, një trup të shëndetshëm, një trup të lirë, një zemër të hapur, një shpirt të lirë. Dhe në momentin që hipokampusi balancohet, çlirohet nga ngarkesa e së kaluarës, dhe këtë gjë e bëm dje, do e bëjmë dhe sot me procesin e shërimit, atëherë hipokampusi është i lirë të imagjinoj të ardhmen, mund të imagjinoj të ardhmen
pa ngarkesën e së kaluarës, pa peshën e së kaluarës. Dhe sepse përndryshe, imagjinoni këtë, është një strukturë në trurin ton, e cila aty në këtë strukturë të trurit bëhet e njëjta gjë, kanë të njëjtin funksion. Si të kujtojnë të kaluarën, si të imagjinojnë të ardhmen. Është i njëjti vëll që aktivizohet në trurin ton, dhe për ne ekzistojnë dy mundësi. Dy mundësi ekzistojnë për trupin njerëzor. Ose ti do kujtosh të kaluarën dhe rrjedhimisht do rikrijosh të kaluarën, ose do krijosh të ardhmen. Do krijosh të ardhmen. Do imagjinosh të ardhmen, do rikujtosh të ardhmen, dhe ne këtë e kemi bërë si meditim shumë të fuqishëm në retreat. Kemi bërë një meditim shumë të fuqishëm ku kemi çliruar hipokampusin, kemi balancuar hipokampusin nga ngarkesat e së kaluarës, e kemi sjell në çastin e tanishëm, e kemi sjell hipokampusin në çastin e tanishëm, dhe nga ky moment kemi krijuar të ardhmen. Dhe personat në retreat, në këtë retreatin e fundit ka qenë e jashtëzakonshme, sepse ky ka qenë nga meditimet më të fuqishme. Në fund të meditimit, e gjithë salla ka shpërthyer në një eufori, në një gëzim, një energji e jashtëzakonshme, ka shpërthyer gjithë sallën në fund të këtij meditimi. Ka qenë një shpërthim jashtëzakonshëm në fund. Të gjithë personat e ndjen çlirimin e madh nga e kaluara, dhe e ndjen se më në fund sistemi tyre nervor është i lirë të krijojë të ardhmen. Dhe kjo është një dhuratë që ti po i bën vetes. Imagjino në këtë moment tani, dhe në trajnimin që jemi online do ta vendosim edhe këtë meditimin që bëjmë, kemi bërë në retreat, do bëjmë diçka të ngjashme dhe në trajnimin online ku do balancojmë hipokampusin. Është një praktikë e cila balancon sistemin nervor, ta çlirojmë plotësisht nga ngarkesa e së kaluarës dhe të krijojmë të ardhme të re. Por në çastin, sepse kjo teknik, ajo që bën është se në momentin që ti manifeston, krijon, vizualizon apo rikujton në thonjza të ardhmen tënde që tashmë ka ndodhur, kur hipokampusi është i lirë nga e kaluara, atëherë ky vizualizim, kjo ndjesi është e rrallë në botë. Është një ndjesi çlirimi, plotësia, një ndjesi e cila është e pavarur nga çdo lloj varësie, është e lirë nga çdo lloj rezistence, është e çliruar nga çdo lloj bllokimi. Është një ndjesi që energjia në trupin tënd rrjedh lirshëm. Është një ndjesi e cila ti njëkohësisht je në çastin e tanishëm, je tani në çastin e tanishëm, dhe në të njëjtën kohë e ndjen se ardhmja ka ndodhur tani pikërisht tani, dhe çdo gjë të duket se po rrihet në perfeksion. Dhe këtë gjë do punojmë gjithashtu edhe sot, do bëjmë ajo që ne do bëjmë, sepse duke qenë se dje punuam shumë me pastrimin, dhe në momentin që trupi fillon të lëshoj ngarkesat nga e kaluara, këto ngarkesa që bllokonin rrjedhën e energjisë në trup fillojnë të lirohen, sepse përndryshe unë kam vizatuar këtu një person, dhe kjo është rrjedha e energjisë. Normalisht rrjedha e energjisë në trupin ton do ishte e tillë, pra e drejtë, si një lumë që rrjedh, dhe ti je në rrjedhën e jetës, je në rrjedhën e krijimit, je në rrjedhën e krijimeve të reja, të mrekullive. Në këtë moment, trupi është plotësisht i lehtësuar, i lirë nga çdo varësi, i çliruar nga çdo rezistencë. Dhe i shëruar gjithashtu, sepse këto bllokime shkaktojnë faktikisht me kalimin e kohës dhe sëmundje të ndryshme, shkaktojnë simptoma në trup somatike, dhimbje nga më të ndryshmet, sepse organet e trupit nuk arrin dot të furnizojnë me energjinë e dur. Kështu që personi shpesh për shkak të lëndimeve nga e kaluara kontraktohet, depoziton kimikate në grumbullime nervore të ndryshme në trup, dhe përjedhoj energjia nuk rrjedh lirshëm në këto. Është si një lumë, dhe në këtë të imagjino si një lumë që ke hedhur gurë të mbëdhenj. Ke hedhur gurë të mbëdhenj dhe normalisht ajo rrjedha e lumit fillon të devijon saktej.
Dhe ajo që bëm ndje, pastruam hoqëm ca gur të mbëdhenj, sot ajo që do vazhdojmë pastrimin e gurve nga sistemi jo nervor, diçka tjetër që do ja avancojmë teknikën është edhe shërimi. Në momenti që ata gur largohen, pastrohen nga trupi jot, ngilet një hapësirë dhe atë hapësirë do e mbushim me dashuri, atë hapësirë do e mbushim me shërim, atë hapësirë do e lejojmë që ajo hapësirë tani të lejojë rrjedhën e jetës, do e lejojmë që ajo hapësirë që u çlirua të lejojë tani që lumi i jetës të rrjedhë lirshëm në trupin tënd dhe që trupi të fillojë procesin e regjenerimit, e pastrimit, e autopastrimit, që dhe trupi rrjedhimisht ndonjëherë ajo që ndodh është e jashtëzakonshme në momenti që ne lirojmë ngarkesa të mëdha nga trupi jon fillon të çlirojë vetë automatikisht edhe shumë rezistenca të tjera më të vogla. Në momenti që zemra fillon të hapet, trupi fillon të çlirojë vetë edhe rezistenca të tjera më të vogla. Është zemra që hapet që është si një ortek pastaj. Është si një ortek që ne e nisim si ortek, e nisim si proces dhe ajo merr me vete pastaj çdo gjë dhe të çliron. Kështu që sot do punojmë me këtë lumin e jetës, me pjesën, pra do bashkojmë pastrimin me shërimin. Dhe do flas pak për teknikën Ho'oponopono. Është një teknikë faktikisht që është krijuar për të bashkuar, për të shëruar marrëdhëniet midis njerëzve. Por që si teknikë është përdorur shumë për të shëruar sëmundje, për të manifestuar, është përdorur shumë për të transformuar jetën e personave dhe ajo që është vënë në re dhe ajo që shpesh shpjegohet për këtë teknikë, ajo që bën është një pastrim i thellë. Pra, në vetvete teknika Ho'oponopono është pastrim. Është pastrim dhe qëllimi i kësaj teknike është që personin ta sjellë te pika zero. Në mënyrë të tillë që ngarkesat e së kaluarës të mos atë tërheqin gjithmonë më shumë në të kaluarën, në mënyrë të tillë që hipokampusi personit, sepse hipokampusi pra kjo strukturë nervore në trurin tënd, ose do krijoj të ardhmen, ose do kujtoj të kaluarën, nuk ka të mesme. Ose edhe në qoftë se përpiqet të krijoj të ardhmen, prap do ketë ngjyrat e së kaluarës, në qoftë se nuk është sqaruar nga ajo, sepse aktivizohen në të njëjtin vend. Pra është i njëjti rrjet nervor. Që aktivizohet. Prandaj ne theksojmë shumë pjesën e këtij pastrimi. Dhe Ho'oponopono qëllimi është të sjellë në çastin e tanishëm. Që dhe në momenti që personat e bëjnë këtë teknikë dhe kjo teknikë ka për qëllim pra të thuash më vjen keq, të lutem më fal, më fal shumë dhe kjo më fal faktikisht përsëritet 2 herë tek teknika origjinale, por për live do ta themi më vjen keq, pra I'm sorry në anglisht. Please forgive me, të lutem më fal, I love you, të dua shumë dhe thank you, faleminderit. Pra, më vjen keq, të lutem më fal, të dua shumë dhe faleminderit. Pra, këtë gjë, tani ti thua kujt ja themi këtë gjë. Këtë gjë mund t'ja thuash kujt të duash, mund t'ja thuash kujtimeve të tua, mund t'ja thuash Zotit, mund t'ja thuash burimit, ti thuash të lutem më fal që e kam mbajtur të kujtim për kaq shumë kohë, që nuk më shërben më për të ardhmen time, më fal që kam mbajtur kaq shumë besime të kufizuara, kaq shumë frikra, sepse unë e di shumë mirë që ti që ka dashuri për mua, që ka mbrojtje për mua, që ka siguri për mua, të dua shumë dhe faleminderit dhe lëshon atë ngarkesë. Kjo teknikë mund gjithashtu të drejtohesh fëmijës tënd të brendshëm. I thua fëmijës tënd të brendshëm dhe ne e përdorim gjithashtu si praktik shumë të fuqishme kur bëjmë meditime të thella për shërimin e fëmijës së brendshëm. E bëjmë edhe të trajnimi online, do e bëj dhe me grupin e retreatit,
do kemi një live pastaj, gjithmonë kemi një live pas retreatit ku punojmë me shërimin e fëmijës së brendshëm. Dhe gjithashtu këtë teknikë mund ta drejtosh fëmijës tënd të brendshëm. Ti thuash më vjen shumë keq, nuk kam qenë aty për ty deri në këtë momente, të lutem më fal, të dua shumë, faleminderit. Pra, këto fjalë mund ta drejtosh kujt duash ti. Vetes tënde, të drejtosh hipokampusit, mund të drejtosh organeve, mund të drejtosh mëlçisë, mund të drejtosh çdo pjesë tjetër që ka që ruan një ngarkesë nga kaluara, mund të drejtosh gjithçkaje brenda teje, rreth rrotull teje, normalisht dhe kjo bëhet me zemër. Kjo bëhet me zemër, me qëllim. Qëllimi i kësaj teknike është pikërisht që personi ta çliroj atë ngarkesë emocionale, ta çliroj atë të dhënë. Se janë data, janë të dhëna. Ne grumbullojmë këto qeska, grumbullojmë qeska me të dhëna nga e kaluara. Dhe kur personi jeton jetën, e jeton automatizëm, e jeton si robot, i ushqyer nga të dhënat e së kaluarës, duke ripërsëritur të ardhmen dhe çelësi për të dalë nga automatizmi është pikërisht kjo. Dhe gjithashtu ne me Marvinin kemi sjell teknika shumë të fuqishme për ta risjell personin në çastin e tanishëm. Gjithashtu nuk është vetëm teknika Ho'oponopono, por është harmonizimi i zemrës, harmonizimi i sistemit nervor, është pulsimi i trupit, është shumë pafund teknika të tjera që ndikojnë nga ana biologjike dhe fiziologjike, që ti të vish në çastin e tanishëm, të shpëtosh nga automatizmi. Dhe pra, kjo teknik dhe të gjitha teknikat e tjera bëhen me qëllim, thjesht me a mendon se njerëzit, në qoftë se një person e bën me qëllim, unë do e bëj këtë teknik me qëllimin e vetëm se unë e dua këtë gjë. Unë dua patjetër që kjo gjë që them mund të bëhet kështu. Unë dua patjetër që kjo gjë të jetë kështu. A mendon se do funksionojë? Jo, sepse bëhet nga egoja. Teknikat funksionojnë nëse bëhen me dashuri. Teknikat funksionojnë nëse ti, qëllimi kryesor që bën teknikën është që ti të lirohesh plotësisht nga gjithçka, të lirohesh nga e kaluara, të lirohesh nga ngarkesa emocionale, të lirosh të dhëna, të lirosh data dhe të lidhesh me burimin. Qëllimi kryesor i kësaj teknike dhe i teknikave që ne bëjmë së bashku është ti të lidhesh me dashurinë pa kushte, të lidhesh me burimin, me veten tënde më të lartë, me potencialin tënd të infinit. Dhe kjo është të vish në kohën e tanishme. Qëllimi është të vish në çastin e tanishëm, tani pikërisht tani. Të ndjesh brenda teje, në çastin e tanishëm, në këtë moment të ndjesh një liri aq të madhe, një hapësirë aq të jashtëzakonshme brenda teje, i lirë nga të dhënat dhe tani i lidhur me burimin, me veten tënde më të lartë, me një hapësirë të madhe brenda teje, ajo që ndodh, lumi i jetës së rrjedh. Lirohesh nga ngarkesat dhe lumi i jetës së rrjedh lirshëm. Dhe kur ky lumi i jetës së rrjedh lirshëm, atëre ti fillon të shërohesh, atëre ti fillon të manifestosh, ti fillon të krijosh, ti fillon të transformosh veten dhe trupin tënd. Personat kemi kaq shumë raste shërimi, transformimi dhe e them me siguri të plot që kjo ka ardhur pikërisht nga kjo punë që po bëjmë, sepse ka njerëz të cilët kishin migrena prej 15 vitesh, kishin dhimbje prej 10 vitesh, kishin probleme që nuk arrin dot t'i zgjidhnin prej 10-15 vite. Ishte një rast, nuk po merrte dot disa letra, 4 vite duke u përpjekur dhe për pak kohë, në momente që ata fillojnë të pastrojnë të kaluara, fillojnë të shërojnë sistemin nervor, fillojnë të krijojnë diçka të re, pra ndryshojnë, hapin zemrën, harmonizojnë sistemin nervor dhe hipokampusi tani është i fokusuar te e ardhmja, nga një zemër e hapur, i lidhur me burimin, me lumin e jetës që rrjedh, atëherë ata kanë çliruar veten nga vite të tëra përpjekje. Situatat janë zgjidhur në çast, letrat janë zgjidhur, dokumentat janë rregulluar, çështjet familjare janë transformuar, personat janë pajtuar me familjar, marrëdhëniet kanë ndryshuar,
situatat që kishin vite pa u zgjidhur. Një person do të blinte një tokë, vite pa mundur do që ta merrte. Një person do të shiste një objekt, nuk mund të dot. Dhe në momentin që personi çlirohet nga datat, sepse janë e kaluara, vazhdonte të rikrijohej. Të gjithë probleme, sfida, pengesa, person ngecte gjithmonë në një pikë. Dhe janë pikërisht të data, këto të dhëna që ne po shkarkojmë dhe po e lirojmë nga trupi jonë. Dhe është e rëndësishme, cili është çelësi për të qenë i lirë. Dhe është jo vetëm teknika Ho'oponopono, po të gjitha teknikat që bëjmë ne së bashku. Çelësi është të marrësh përgjegjësi totale, përgjegjësi 100%, përgjegjësi që ne krijojmë realitetin tonë, që ne jemi plotësisht përgjegjës për mënyrën se si ne ndihemi. Ne jemi përgjegjës për mënyrën se si ne ndihemi. Në qoftë se në çastin e tanishëm ti ke një lloj acarimi dhe mendon dhe drejton gishtin, e ka fajin filani, nuk ndodh shërimi, nuk ndodh as edhe një lloj gjëje. Do vazhdosh do e përsëritesh atë gjë, do përsëritën ngjarjet. Nuk ndodh asnjë lloj transformimi kur ne fajsojmë tjetrin. Pra kujto tani çdo moment që ti ke fajsuar dikë. Po jo se unë kam të vështirë këtë sepse ky person e ka fajin, dhe ky person e ka fajin. Kujto të gjithë personat që ke fajsuar në jetën tënde, edhe ose momente që kujto faktikisht se gjithë momente që ke acaruar veten dhe kupto se jemi ne thellë që acarojmë veten tonë. Njerëzit do sillen ashtu siç do sillen. Njerëzit kanë mendjen e vet, nuk janë ndryshon dot mendjen. Normalisht që me punë të thellë meditative edhe shumë marrëdhënie jam ndryshuar, por që ta ndryshosh mendjen e tjetrit me qëllimin e pastër që thjesht i ndryshosh mendjen nuk bëhet. Transformime kanë ndodhur sigurisht në marrëdhënie, në mënyra se si njerëzit sillen me personat, për shembull tek trajnimi kur ne është e jashtëzakonshme nga fundi i trajnimit, personat tek pyetje përgjigje te seanca pyetje përgjigje thonë Artemis, den njerëzit po sillen ndryshe me mua, familjarët po sillen ndryshe me mua, çdo gjë po transformohet në jetën time, si ka mundësi. Dhe arsyeja është se ky person nuk u përpoq që ti ndryshonte njerëzit me zor, po ky person transformoi veten. Ky person shëroi veten, shëroi lëndimet e fëmijës së brendshëm. Dhe ky person mori përgjegjësi 100%. Për shembull, në qoftë se ti dhe si ta kuptojmë të gjë. Në qoftë se ndodh një ngjarje e jashtme, sa kuptojmë që kemi lëndime. Nëse ndodh një ngjarje e jashtme, ose shefi të kritikon për diçka, ose dikush të kritikon për diçka, të fajson. Dhe nëse ti e merr këtë gjë si fundi i botës, të duket sikur të bie tavani mbi kokë dhe thua, se çfarë po ndodh? Përse më ndodhin të gjitha mua këto, po bëj çdo gjë sakt, kam bërë kaq shumë për atë person, përse po ma kthe në këtë formë, pra reagon shumë emocionalisht. Atëherë kjo të thotë që ai emocion është brenda teje, është brenda nesh. Dhe ka nevojë që të shkosh aty thellë brenda vetes tënde, të japësh pranim me dashuri, të falësh veten, ta vlerësosh veten, ta falenderosh veten. Dhe këtë gjë mund ta bësh gjithashtu edhe me teknikën Ho'oponopono, ti thuash atyre qelizave nervore, thuash më vjen keq, ose fëmijës të brendshëm, më vjen keq që jam vonuar kaq shumë. Më vjen keq që ju kam aktivizuar gjithmonë me këto ndjesi, emocione dhe acarime. Më vjen keq dhe të lutem më fal. Dhe ndjen rezaton falje, dhe ndjen se merr falje gjithashtu. Ndjen se është një shkëmbim. Gjithmonë ndjeje se është një shkëmbim midis teje dhe fëmijës së brendshëm, midis teje dhe qelizave të tua. Pra nuk je ti thjesht personi që je duke dhënë, ti je dhe personi që je duke marrë. Në këtë formë energjia rrjedh lirshëm dhe të gjitha bllokimet pastaj fillojnë të çlirohen. Aty ti thua, më fal, të dua shumë, dhe ndjej që kjo dashuri vjen edhe tek ty, i thua faleminderit, dhe ndjej që ky falënderim vjen edhe tek ty. Dhe në këtë proces, ti gjitesh gjithmonë më lart, në një ndërgjegje më të lartë, në një ndërgjegje që është e lirë nga ky acarim, që është e lirë nga ky reagim, që është e lirë nga fajsimi të tjerëve, por ka marrë 100% përgjegjësi
për mënyrën se si ti ndihesh, për mënyrën se si ti jeton, se si mendon dhe se si vepron. Dhe kjo është liria e plot. Kjo është liria e plot, përgjegjësi totale. Dhe është shumë e vështirë që ta bësh të gjë pa medituar, pa bërë këto teknika, sepse sistemi nervor është shumë këmbëngulës dhe normalisht që kemi nevojë për një çengel të na nxjerr nga ajo grop. Dhe ju siguroj se çdo gjë që ne punojmë së bashku është në momenti që bëhet një punë e përditshme, atëherë ti do fillosh të shohësh ndryshime në jetën tënde. Gjithçka do fillojë të transformohet brenda teje dhe rreth e rrotullt teje. Kështu që dhe ti çirohesh nga e kaluara dhe vjen në çastin e tanishëm, sepse mund të krijojmë vetëm në çastin e tanishëm. Vetëm në çastin e tanishëm ne mund të jemi krijues të së ardhmes tonë. Edhe çfarë ndodh? Tani, në këtë moment që pranove përgjegjësi totale dhe shpërblesh, ka dhe shpërblim. Ti fiton lirin, një sasi e madhe energjie vjen tek ty, se gjithë kjo energji ishte bllokuar, vjen një sasi e madhe energjie tek ty dhe sot do marrim shumë energji. Sot do marrim energji sepse shërimi shoqërohet me shumë energji. Në momentin që ti pastron dhe shëron sistemin nervor, përgatito për një energji të madhe që do vinë në trupin tënd. Dhe sot do marrim energji. Dhe të martën në orën 21, me gjithë energji që kemi aktivizuar brenda nesh, do manifestojmë. E marta, gjithashtu do bëjmë dhe edhe pak pastrim, edhe pak shërim sërish, por e marta do jetë një ditë e fuqishme manifestimi. Sot do të shijoni shërimin. Pra, çfarë do sjell shërimi sot, përveç se pastrim të ngarkesave nga kaluara, ky shërim që do bëjmë sot, do krijojë brenda teje një shtrat lumi, si një trupi jot, në momentin që largohen, nëse ke pastruar, nëse ti pastron shtëpinë, si e tham dje që në momentin që nis pastrimin e shtëpisë, më shumë bëhet rëmuj në fillim dhe thua po çfarë bëra. Tani do t'i vendosim të gjitha në vend. Të gjitha ato gjëra që trazuam kazanin dje, të gjitha do t'i vendosim në vend. Do vazhdojmë pastrimin e trupit dhe do krijojmë hapësirë. Sot do krijojmë hapësirë në trupin tënd, do imagjinosh trupin si një shtrat lumi, plotësisht në shëndet të plot, të shëruar, të liruar, edhe ato boshllëqe që u krijuan nga largimi atyre thasëve nga e kaluara, do mbushen me dashuri, do mbushen me pranim, me falje. Pra, brenda teje do krijohet një hapësirë e thellë shërimi, paqe e qetësie. Dhe një shtrat lumi që do mirëpres një energji të madhe, do mirëpres një sasi të madhe energjie. Atëre, jeni gati për sot? Po ju hap një moment komentet. Dhe pra edhe sot do vazhdojmë pak me pastrimin. Dhe ai shtrati lumit, në trupin tënd, do bëhet gati për të pritur një sasi të madhe energjie. Pra, diçka që të keni parasysh, në qoftë se do e kapni veten, nëse e kapni veten që kujtoni të kaluarën, kujtoni gjithmonë hippokampusin, atë zonë në trurin tënd, që do bëj ose do krijoj të ardhmen, ose do rikrijoj të kaluarën duke e rikujtuar atë, ose do krijoj të ardhmen. Pra sa herë të kapësh veten duke rikujtuar të kaluarën, kujto që po aktivizon rrjetet nervore në hippocampus dhe po harxhon kot energji të hippokampusit, e cila mund të ishte përdorur për të krijuar të ardhmen, sepse truri jot mund të bëj ose një gjë ose tjetrën. Dhe në momentin që ti vendos të krijosh të ardhmen tënde, atëherë çlirohesh përfundimisht nga e kaluara.
Studimet, madje studimet thonë, janë bërë shumë studime të ndryshme psikologjike dhe thonë se njerëzit duke rikujtuar të kaluarën her pas here, truri jo se ka vërtet akses në ato ngjarje fiks për fiks ashtu siç ndodhen, por truri sa herë që ti kujton të kaluarën, truri e rikrijon të kaluarën. Dhe sa më shumë që ti rikrijon, ti kujton të kaluarën, truri gjithmonë do e rikrijoj atë, po me një lloj bajasi, me një lloj ndryshimi të vogël. Dhe me kalimin e viteve, këto studime psikologjike që janë bërë, kanë zbuluar se njerëzit mund të arrijnë, duke kujtuar të kaluarën, mund të arrijnë të rikrijojnë dhe 50% të historisë. Dhe pra 50%, pasi kanë kaluar shumë vite, për shumë persona, dhe 50% e historisë që ata tregojnë për të kaluarën e tyre nuk ekziston, e kanë kriju vetë. Kjo është e jashtëzakonshme. Dhe kjo na bën të mendojmë. Kjo na bën të mendojmë thellë se a vërtet ja vlen të kujtojmë të kaluarën kur në të vërtetë as edhe një gjë më nuk ka ngelur nga ajo e kaluar. A ja vlen më ta rikujtojmë atë duke ditur që truri thjesht po rikrijon ndonjëherë dhe gjëra nga hiçi. A ja vlen më ta rikujtojmë të kaluarën kur e di me siguri që asnjë gjë nuk ka ngelur as qelizat e tua. Ti nuk je më i njëjti person që ke qenë, sepse qelizat e tua rigjenerohen. Disa qeliza rigjenerohen çdo ditë, disa qeliza rigjenerohen çdo javë, disa çdo muaj, disa vite. Po për një ngjarje që ka ndodhur para 5-10 vitesh, të gjitha qelizat e tua janë zëvendësuar. Ti nuk ke më të njëjtat qeliza që ke patur përpara 5-10 vitesh. 5 vitesh ose 10 vitesh, absolutisht nuk ke të njëjtat qeliza. Je një person komplet i ri me qeliza të reja. Atëherë le të krijojmë diçka të re. Sepse qelizat e tua rigjenerohen çdo ditë. Qelizat e tua rigjenerohen çdo ditë. Ti çdo ditë je një version i ri vetes tënde. E vërtet Elvana, një version i ri çdo ditë. Dhe organet të ndryshme kanë shpejtësi të ndryshme rigjenerimit të qelizave, por shumica rigjenerohen disa çdo ditë, disa çdo javë, disa muaj. Kështu që gati çdo vit ne jemi person i ri. Atëherë po i mbyll komentet dhe ndaj do fillojmë me ushtrimet në mënyrë të tillë që të çlirojmë hipokampusin nga e kaluara dhe të krijojmë hapësirë për të ardhmen. Atëherë do e nisim me shkundjet. Po kësaj radhe do t'ju tregoj dhe një ushtrim tjetër. Po shkunduni një herë. Shkunde një herë trupin, shkunde një herë trupin. Ndjeje trupin si çlirohet, ndjeje trupin si lëshohet. Ndjeje të gjitha ngarkesat si çlirohen, lehtësohen, pastrohen nga trupi jot. Shkundi duart lart, anash, mbrapa, përpara, bëj lëvizje intuitive. Mund të shkundesh kokën, qafën, shpatullat, krarorin, këmbët, njeje trupin si lirohet plotësisht. Jemi grupi pastrimit. Grupi pastrimit të thellë. Është detyrë me rëndësi kjo. Është një punë e shenjtë faktikisht, është një punë e shenjtë që çliron dhe krijon një hapësirë brenda teje për mrekulli, krijon hapësirë për mrekulli. Ndjeje se lirohet trupi. Bëhet edhe sot me vendosi duart grusht, lirohet energji. Duart grusht, lirohet. Duart grusht, nisi lirohesh nga gjithçka që nuk të shërben. Vendosi duart grusht dhe njëse lëshon çdo ngarkesë nga e kaluara, çliron të kaluar, çliron gjithçka që ka ndodhur, lëshon plotësisht çdo ngarkesë brenda teje. Ndjeje trupin si lirohet, lëshohet plotësisht.
Dhe tani do bëjmë diçka të re. Dua që ta shkumni trupin kësaj radhe me pëllëmbët e duarve, të niseni nga shpatullat, edhe te kraut, edhe brenda, edhe tani nga ana e brendshme e kraut, tani nga shpatulla, vazhdoni në pjesën e sipërme të kraut, tani në pjesën e brendshme të kraut. Ndini se si e zgjoni trupin dhe po e çlironi, po e pastroni nga gjithçka që ka mbajtur. Tani nga ana tjetër, ndjej se e liron gjithmonë më shumë ngarkesën. Në pjesën e sipërme të kraut, tani në pjesën e brendshme të kraut, ndjej se liron gjithçka nga kaluara, lëshon gjithçka nga kaluara në pjesën e brendshme. Pjesën mbrapa tek pjesa e shpatullës, në pjesën e sipërme të kraut, pjesën e brendshme të kraut. Forca edhe një herë, lësho gjithçka. Edhe në pjesën e brendshme të kraut. Tani në këtë anë këtu, ndjej se lëshon dhe çliron gjithçka. Pra e nis këtu dhe e vazhdon edhe poshtë. Edhe këtu, nga ana tjetër, ndjej se liron sistemin nervor nga gjithçka nga kaluara, nga gjithçka që ka ndodhur. Tani me të dyja pëllëmbët e duarve, tek pjesa e veshkave, do bëjmë një lloj tapping së bashku me gjithë pëllëmbën, kështu tak këtu mbrapa. Te pjesa e veshkave nga mbrapa, ndjej se çliron gjithçka. Veshkat bëjnë shumë frikë. Ndjej se po e çliron edhe këtë emocion, po çliron gjithçka. Dhe ndjej se po e mbush me dashuri faktikisht, një dashuri e madhe. Po mbush gjithë trupin tënd. Dhe gjithë trupi po mbushet me jetë, po mbushet me dashuri. Tani kofshët, pjesën e jashtme të kofshës, pra pjesën e jashtme të kofshës, në të dy anët njëkohësisht, deri te gjuri edhe poshtë tek pulpa. Pra nuk e dini nëse më shikoni komplet pjesën e jashtme të këmbës, edhe pastaj kur të shkojmë deri në fund te kyçet e këmbëve, i kthejmë duart dhe bëjmë tapping me gjithë pëllëmbën, pjesën e brendshme të këmbëve. Atëherë nisim lart nga pjesa e belit deri poshtë te kofshët, arrim te gjunjët, poshtë tek pulpa, te kyçi i këmbës. Tani kaloj duart nga brenda dhe bëj tapping me gjithë pëllëmbën e duarve, pjesën brenda të këmbëve deri lart te kofshët. Hajde edhe një herë pjesën e jashtme tani, edhe një herë pjesën e jashtme të këmbëve deri poshtë, tani pjesën e brendshme deri lart. Edhe një herë pjesën e jashtme, tani pjesën e brendshme, edhe një herë pjesën e jashtme, kofshët, te gjunjët, pulpat, pjesën e brendshme, pulpat, gjunjët, kofshët. Dhe ndjej si lirohesh dhe çlirohesh plotësisht. Edhe një herë bëni atë shkundjen, tak. Shkundin dhe këmbët. Edhe një herë veshkat. Tani bëni tapping në këtë lloj forme, si flutur. Dhe ndjen se çlirohesh nga gjithçka. Trupi jo tani është i lehtë, është i lehtësuar, është i çliruar. Dhe është gati për një energji të re të vi brenda teje. Dhe në këtë moment tani do ndryshoj muzikën, mund të relaksoheni.
Relaksojni tani. Me duar në zemër. Ndjej se rikthesh në trupin tënd. Përkoj duart. Përkoj duart. Vendos të syt. Vendos të qafë. Vendos në zemër. Tani vendosi pëllëmbët për lartë. Dhe ndjej atë shiun që bie mbi ty. Ndjej atë shiun që bie mbi ty, një shi që pastron, një shi energjetik që pastron. Një dritë që shkëlqen, që bie si shi. Të pastron, të liron, të lehtëson plotësisht. Dhe po rikthesh në çastin e tanishëm. Ky shi të pastron, liron çdo gjë që ka ngelur. Imagjino edhe nëse ka ngelur diçka, ky shi pastron, të liron plotësisht nga gjithçka. Dhe rikthesh në çastin e tanishëm. Dhe kujtoj që po lirohesh tani në këtë çast, po lirohesh dhe nga koha. Po lirohesh nga koha, nuk ka më të kaluar. Nuk ka më as parashikime të njohura të së ardhmes. Në këtë çast ka vetëm mrekulli. Dhe nëse e kujtoni filmin Liza në botën e çuditërave, ajo ndjek lepurin për një botë plot mrekulli. Dhe gjëja që lepuri i thot asaj është që nuk kam kohë. Po kjo është një kod. Është një kod që ai përdor. Nuk kam kohë, do të thot, nuk ka kohë. Në botën e mrekullive nuk ka kohë. Dhe nëse do të përjetosh mrekullinë e jetën tënde, liro nga dualiteti i fundit i kësaj ekzistence që është koha. Në këtë çast tani në zemër, ndjeje se nuk ka të kaluar, nuk ka as parashikime të njohura. Është vetëm ky çast. Tani ti në zemër. Je ti në zemër. Dhe për te kohës një energji e madhe vjen tek ti, për te kohës dhe për te hapësirës. Mrekulli ndodhen në jetën tënde. I lirë nga e njohura. I çliruar nga e njohura. Je i lirë të krijosh nga e panjohura. Je i lirë të krijosh, të përjetosh të mrekullueshme, të përjetosh surpriza, të përjetosh mrekulli në këtë tokë. Dhe njerëzit përjetojnë ato mrekulli. Është pikërisht çlirimi i hipokampusit nga këto memorie. Dhe tani energjia rjethlirshëm brenda teje dhe rreth rrotull teje. Dhe le të vazhdojmë. Të futemi edhe më thellë në zemrën tonë. Ndjej brenda teje një dritë në zemër. Dhe ndjej se energjia, dashuria që ti jep, është dashuria që ti merr. Dhe do bëjmë disa lëvizje me duar. Pra, e merr dhe e çon në zemër dhe e rezaton nga zemra. E merr në zemër, rezaton nga zemra. Merr dhe jep. Dhe të hapim pak muzikën. Ndjej një dritë në zemrën tënde, një dritë që shkëlqen. Kjo dritë rezaton dashuri. Dhe ndjej se po dërgon dashuri në gjithë tokën, në gjithë kruzën tokësore. Dhe imagjino se po merr dashuri në zemrën tënde, nga i gjithë rruzulli tokësor. Ndjej se po rezaton dashuri pa kushte nga zemra jote për gjithë globin.
Dhe ndjej se po merr në zemër dashuri pa kushte nga i gjithë globi. Por ezaton pranim dhe dashuri nga zemra jote për gjithë globin. Dhe toka të dërgon pranim dhe dashuri. Ti je i pranuar me dashuri në këtë tokë. Në këtë univers je i pranuar me dashuri. Ajo që jep është ajo që merr. Dërgon falje, rezato falje. Në gjithë globin, në gjithë rrudhuj toksor, rezato falje nga zemra jote, si një dritë që shkëlqen. Dhe ndjej se po merr falje nga gjithë globin. Në gjithë rrudhuj toksor po dërgon të falje. Jeta po dërgon falje. Ti e fal jetën dhe jeta të fal ty. Ti e fal jetën dhe jeta të fal ty. Merr frym thellë. Liro. Ti e fal jetën dhe jeta të fal ty. Ti e fal rrudhën toksor, globin, të tokë. Dhe kjo tokë të fal ty. Me pranim dhe dashuri. Duke dhënë dhe duke marrë. Me pranim dhe dashuri. Dhe ndjej tani falenderim dhe vlerësim për vetën. Rezato falenderim dhe vlerësim. Ndjej nga zemra jote që po dërgon falenderim dhe vlerësim. Në gjithë rrudhën toksor. Dhe ndjej se po merr falenderim dhe vlerësim nga gjithë globi. Po merr falenderim dhe vlerësim nga vetja jote. Po jep vetes pranim dhe dashuri, falje. Po jep vetes falenderim dhe vlerësim. Dhe po merr falenderim dhe vlerësim. Ka falenderim dhe vlerësim për ty. Për gjithë shka që ke bërë. Për gjithë shka që je. Merr frym thellë. Mbushi mushkërit me dashuri. Dhe liroj frymën. Hapësira që krijohet. Kur mushkërit zgjarohen. Mbushet nga zemra. Një zemër që zgjarohet pak më shumë. Merr frym thellë. Pranim dhe dashuri mbushi mushkërit me pranim dhe dashuri. Liroj. Dhe ndjej që zemra zgjarohet pak më shumë në pranim dhe dashuri. Merr frym thellë falje, mbushi mushkërit me falje. Liroj. Ndjej që zemra zgjarohet pak më shumë në këtë hapësirë plot falje. Mbushi mushkërit plot. Plot me falenderim dhe vlerësim për veten, ndjej çdo qeliz në mushkërinë tënde. Wow, po mbushet me falenderim dhe vlerësim për ty. U krijoj një hapësirë e madhe në krahëror dhe liroj frymën tani. Dhe ndjej që zemra zgjarohet në këtë hapësirë. Në pranim dhe dashuri. Në falje dhe në vlerësim dhe falenderim për veten. Në zemër tani ka falenderim dhe vlerësim për veten, ndjej. Wow. Dhe tani do t'ju them disa fjalë. Do t'ju them disa fjalë. Dhe pastaj do bëjmë një lutje. Që është metoda e shërimit 6 minutëshe. Mund të mbyllësh sytë dhe dëgjoj këto fjalë. Me duar në zemër,
Tani është qasti, tani është momenti, tani është qasti për të cilin je lutur gjithmonë. Çlirimi i shpirtit tënd, një krijim i ri në jetën tënde. Një pastrim i thellë dhe lirimi së kaluarës. Në këtë moment ky është çasti për të lëshuar plotësisht gjithçka që ka ndodhur. Të lëshosh të kaluarën përfundimisht. Të marrësh urtësinë asaj që ndodhi. Po ta lëshosh dhe ta shërosh atë emocion përfundimisht në jetën tënde, në trupin dhe zemrën tënde. Ti nuk je ajo dhimbje që ke kaluar. Ti nuk je ai kujtim. Je shumë më shumë. Je shpirt i pastër. Një ndërgjegje e lartë. Një zemër e madhe. Ti je dashuri pa kusht. Dhe ti je këtu pavarësisht gjithçkaj. Ti je këtu pavarësisht kaluarës. Ti je këtu. Tani, pikërisht tani në çastin e tanish, një zemër e madhe që guxoi të doj sërish. Një zemër e madhe që guxoi të besoj sërish, të ngrihet sërish. Është shpirti jot që vendos të mos dorëzohet asnjëherë, po të ringrihet sërish dhe je këtu tani në këtë çast. Ndjeje, gjithë fokusi jot vjen në zemër, sille vëmendje në zemër. Sille vëmendje në zemrën tënde dhe lësho tani gjithçka. Lëshoje gjykim, lëshoje pritshmërit. Ke ardhur këtu me një vendim të fuqishëm. Të lëshosh historinë që të lidhte me të kaluarën. Ke ardhur të lirosh veten tënde. Prandaj, lejoj zemrën të jetoj më në fund. Lejoj veten të jetoj. Lejoj të marrë frymë sërish. Thuaj të lejoj. Të lejoj të marrësh frymë. Edhe më thellë se më parë. Vetja ime të lejoj të duash edhe më thellë se më parë. Të lejoj të ndjesh zemra im. Të lejoj trupi im të shërosh. Të shërosh plagët. Të lëshosh ato. Të të mbushesh me dritë. Sot, unë zgjedh dashurin. Sot, unë zgjedh faljen. Sot, unë zgjedh shërimin. Është shërimi im sot. Tani, zemra ime po hape tani. Ky është shërimi im. Ky është transformimi im në këtë moment, tani në këtë çast, me duar në zemër. Ky është transformimi im, është shërimi im sot. Liria është në zemër. Me duar në zemër. Duke patur parasysh qëllimin me të cilin erdhe këtu. Le të bëjmë një lutje së bashku, një lutje me duar në zemër. Drejtoju burimit, Zotit, dashurisë infinite pa kusht, të drejtoju me zemër të hapur, me besim të plot, që kjo lutje të është plotësuar. Dije se kjo lutje ty të është plotësuar sepse ti je këtu sot, je këtu për një arsye. Je këtu sepse kjo lutje është plotësuar. Burimi të solli këtu. Sepse këtë lutje ta ka plotësuar. Thuaj në zemër: O Zot, të lutem që çdo ngarkesë nga e kaluara, e njohur dhe e panjohur,
të gjitha besimet e pashëndetshme, të gjitha kujtimet që nuk më shërbejnë, të gjitha ngarkesat qelizore që nuk më shërbejnë më, dhe të gjitha çështjet që lidhen me këtë situatë, të zbulohen, të hapen, të shërohen, të pastrohen, të largohen, të lirohen përfundimisht nga çdo qelizë e trupit tim, dhe të mbushen me dashurinë tënde, të mbushen me dashurinë pa kusht të burimit, të mbushen me paqen e thellë të burimit, të mbushen me lumturinë e burimit, me jetën dhe dritën e burimit, o Zot, le të mbushen ky shtrat në trupin tim me dritën tënde, dashurinë dhe jetën tënde. Dhe le të jetë fuqia e kësaj lutjeje, fuqia e këtij shërimi, le të jetë 100 herë, ose edhe më shumë, 1000 herë, edhe më e fuqishme. Me duar në zemër tani qëndroj, me besim të plot, se kjo lutje është plotësuar. Faleminderit, e di, më solle këtu, se kjo lutje është plotësuar. Ndjeje me duar në zemër se çdo qelizë e trupit tënd tani po mbushet me jetë, po mbushet me dritë. Imagjino tani në këtë çast, ndjej në këtë moment, val energjie ndjej, nga qielli, nga krijimi, lart nga universi, një lumë, një rjedh dritë vjen tek ti, një dritë shërimi. Një dritë shërimi e rjedh tek ti nga maja e kokës. Val. Rjedh një lumë. Lumë i jetës. Një lumë që shëron, një lumë që çliron, një lumë që sjell. Një jetë e rjedh nga lart nga krijimi, në trupin tënd tani rjedh lirshëm, nga maja e kokës. Fytyra, qafë, krarori, barku. Rjedh në trupin tënd. Ndjeje dhe imagjinoje trupin tënd si një shtrat lumi. Një shtrat lumi i gjerë. Kjo rjedh energji e shërimit. Lëshohet, lirshëm, pa pengesa, rruga është e hapur. Edhe nëse qoftë se mund të ketë pengesa të vogla, ajo i merr me vete, i pastron. Çdo gjë që mund të ketë ngelur, në një gur i vogël që mund të ketë ngelur, ky lum e merr me vete, pastron e liron nga trupi jot përfundimisht. Dhe ndjeje se lutja është pranuar. Në këtë moment tani, në këtë çast tani, në këtë moment, hapi syt edhe një herë, para se të nisi meditimin, hapi syt dhe ndjeje se lutja është pranuar dhe mbaj gishtat kështu në këtë lloj forme dhe vendosi te vetullat, gishtat kështu. Lutja është pranuar. Lutja është pranuar, ky është riprogramimi i sistemit nervor. Lutja është pranuar. Vendosi duart poshtë syve. Lutja është pranuar. Ndjej çdo qelizë, po buzëqesh brenda teje, lutja është pranuar. Te qafa, lutja është pranuar. Dhe tani në largësi, lutja është pranuar. Lutja është pranuar. Dhe
Tani të nofullat, pa I prekur, lutja është pranuar, ndjeje. Tani preki, lutja është pranuar. Tani në dy anët e kokës, ndjej balans, ndjej harmoni, ndjej si një peshore që balancohet. Lutja është pranuar. Je në qendër. Lutja është pranuar. Tani preki, lutja është pranuar. Faleminderit. Dhe tani do nisim me meditimin. Do lëshojmë thellë në zemër. Do lëshojmë thellë në hapësirë për te kohës. Qëllimi sot është të dalim për te kohës. Nuk ka të kaluar, nuk ka parashikime për të ardhmen, mbi bazën e gjërave që dim, po do lëshojmë në një aventurë, në një krim të ri, aty ku ndodh dhe përjetohet jeta e vërtet, aty ku shpirti krijon, aty ku jemi të destinuar, aty ku jeta transformohet në një historinë fisnike, dhe një shpirti që ndoqi rrugtimin më të jashtëzakonshëm të çlirimit, edhe në çastin që kishte haruar, ti kujtove për dashurinë. Kjo është historia jote, historia më fisnike, historia më jashtëzakonshme, që do mbahet më ndër shekuj. Ajo që ne po bëjmë të gjithë së bashku këtu është e shenjtë. Vlerësoj veten për këtë dhe nisim meditimin. Këtë rrugtim të shenjtë, së bashku. Nisim tani. Atëre që ndroni ullur dhe mbylli syt. Mbylli syt dhe merë frymë thellë. Merë frymë thellë me bark. Mbaj një moment dhe liroj frymën krejt. Dhe ndjej një valë relaksimi në gjithë trupin tënd. Ndjeje trupin. Ndjeje si lirohet, lëshohet gjithmonë më shumë. Vazhdo të marrësh frymë ngadalë, brenda dhe jashtë me ritmin tënd. Dhe ndjej val, relaksimi në gjithë trupin tënd, si që lirojnë muskujt, dhe I gjithë trupi lëshohet gjithmonë më tepër. Relakso në zemrën tënd. Lësho në zemrën tënd. Përqafoje zemrën tënd. Kujto për zemrën tënd. Ndjeje zemrën tënd. Ke një zemër të bukur. Ke një zemër të pastër. Një zemër të çiltër. Përqafoje zemrën tënd. Mbroje zemrën tënd. Duaje zemrën tënd. Dhe le ta çlirojmë zemrën tani përfundimisht nga gjithçka. Le ta pastrojmë, le ta shërojmë atë. Në këtë përqafim me zemrën tënde. Thuaj zemrës, zemra ime. Më vjen keq që u vonova. Më fal. Më fal zemra ime. Të dua shumë. Faleminderit. Faleminderit që më jep jetë çdo ditë, pavarësisht gjithçkaje.
Faleminderit për fuqinë dhe forcën që ke. Të dua shumë zemra ime. Të lutem më fal. Dhe ndjej në këtë moment zemra si çlirohet dhe të përqafon. Gjithashtu edhe zemra jote të përqafon. Dhe në këtë përqafim mes jush ka dashuri. Ndjeje mes jush ka dashuri. Mes jush ka dashuri dhe pranim të thellë. Ti po I dërgon zemrës tënde pranim dhe dashuri. Dhe zemra jote po të dërgon ty pranim dhe dashuri. Ti po I dërgon zemrës tënde falje. Dhe zemra jote po të dërgon ty falje. Ti po I dërgon zemrës tënde falenderim dhe vlerësim. Dhe zemra jote po të dërgon ty falenderim dhe vlerësim. Në këtë përqafim po I lejon zemrën të ndjej sërish. Të jetoj sërish. Ndjej brenda teje në zemër një dritë që shfaqet. Një dritë dashurie pa kusht. Dhe nga zemra jote e çliruar tani, kjo dritë, kjo shkëndijë dashurie shtohet e shtohet gjithmonë më shumë. Përhapet në zemër, përhapet në trup. Trupi mbushet me dashurinë e zemrës. Kjo dashuri përhapet rreth rrotull teje. Përhapet te lagja, te qyteti, te shteti, te kontinenti, te gjithë globi. Dhe ndjen të dashuri si përhapet në gjithë krijimin tani. Ndjej në zemrën tënde. Thellë në zemrën tënde. Është dashuri pa kushte që përhapet. Ka dashuri në zemër. Ka përkujdes në zemrën tënde. Ka dashuri në mendjen tënde. Ka përkujdes në mendjen tënde ndjej. Zemra dhe mendja janë një. Në dashuri dhe në përkujdes dhe I gjithë trupi pulson në dashuri pa kusht. Një ndjenjë thellë përkujdesi, pranim, dashuri. Shijoj dhe imagjinoje të gjithë rrozullin toksor. Dërgo dashuri në gjithë rrozullin toksor. Dërgoj tokës dashurin tënd. Dhe imagjinoje se të gjithë globin e ke në zemër. Dërgoj globi dashuri. E gjithë toka në zemrën tënde. Dërgoj tokës dashuri në zemër. Mbushe tokën me dashurin tënde. Në kraharorin tënd. Ka përkujdes në zemrën tënde. Ndjeja. Ka dashuri në zemrën tënde ndjeja. Dërgoj tokës dashurin tënde.
dhe pranoje këtë dashuri nga toka. Ndjeje si vjen nga toka dashuri në zemrën tënde. Dërgoj tokës falje dhe merr nga toka falje. Dërgoj tokës vlerësim dhe falënderim. Dhe ndjej se merr nga toka falënderim dhe vlerësim. Ndjeje në zemër dhe lëshohu thellë më thellë në të. Futu thellë në zemrën tënde dhe ndjej se je në një hapësirë infinite. Imagjino se në këtë çast je në një hapësirë infinite. Rreth e rrotull teje nuk ka më send, nuk ka më objekt, nuk ka pallate, nuk ka asgjë. Je në një hapësirë infinite. Qëndro aty, në këtë hapësirë. Lëshohu në këtë hapësirë. Ndjej në këtë hapësirë, lëshohu në të. Shkriju krejt në të në hapësirë. Lëshohu për te gjithë shkaj, si ndërgjegje pastër në infinit. Sa larg mund të shkosh, lundro në të. Sa thellë mund të futesh, lëshohu në të. Ndjej dhe imagjino se nuk ka të kaluar dhe nuk ka as parashikime për të ardhmen. Imagjino një hapësirë ku je përtej kohës, përtej kohës, në çastin e tanishëm. Ndërgjegje pastër, i lirë nga gjithçka, nga çdo ide, nga çdo besim nga e kaluar. Imagjino në këtë çast se je një bebe por sa lindur. Sa po ke lindur. Dhe po shijon çastin e tanishëm. Ekzistencën tënde. Frymën tënde. Po shijon frymën tënde. Në hapësirë. Je frymë e pastër. Ndërgjegje pastër. Ndjej se je vetëm një frymë e pastër. Merë frymë thellë. Ndjej mushkërit se mbushen plot me frymë. Është pranim dhe dashuri. Mushkëria zgjerohet, krahërori zgjerohet dhe e liron frymën. Je frymë e pastër. Në hapësirë. Merë frymë thellë. Mbushet mushkëria me frymë. Zgjerohet krahërori. Krijohet hapësirë brenda teje. Dhe liroj frymën. Merë frymë thellë sërish. Ndjej mushkëria zgjerohet, krahërori zgjerohet, liroj frymën tani. Dhe ndjej një lehtësim. Ndjej e zemrën si hapet pak më shumë. Dhe imagjino se je në një hapësirë infinite. Një hapësirë plot dashuri. Në një hapësirë ku ka frekuenca pa fund. Frekuenca krijimi, frekuenca shërimi, frekuenca mrekullie. Ndjej lidhjen tënde me to. Ndjej lidhjen tënde me frekuencët.
Dhe imagjino se lëshohesh dhe lundron në oqeanin e frekuencave. Lundron në oqeanin e frekuencave të mrekullisë, të shërimit, të krijimit të një jete të re. Lundron në këto oqean, si ndërgjegje pastër, shkrije shkrejt në të. Val, bësh një me oqeanin. Val, brënda teje, rreth e rrotull teje. Je një me valën. Je një me oqeanin. Ndjej se je gjithçka. Lësho në gjithçka. Dhe ndjej lidhjen tënde me burimin. Ndjej lidhjen tënde, ndjej një energji të madhe rreth e rrotull teje. Një dashuri e madhe pa kusht. Ndjej lidhjen tënde në këtë hapësirë infinite, në këtë oqean dashurie. Ndjej lidhjen tënde me dashurinë e burimit. Dashuria pa kusht e burimit në zemër. Ndjeje në zemër. Dashuria pa kusht e burimit në mendje. Ndjeje në mendje. Zemra dhe mendja janë një. Në dashuri pa kusht të burimit. Dhe i gjithë trupi pulson. Pulson në dashurinë pa kusht të burimit. Duke lundruar në këto oqean mrekullish dhe shërimi. Duke lundruar në këto oqean shërimi. Rjedha e jetës. Por jedh lirsh. Në trupin tënd ndjej lidhjen tënde me burimin. Trupi ndjeje si një shtrat lumi. Një shtrat i gjerë lumi. Imagjinoj energjinë si rjedh lirsh. Jeta në trupin tënd. Lësho edhe më thellë në oqean. Ka rryma në oqean. Rryma shërimi. Rryma mrekullie. Rryma dashurie. Ndjeje lidhjen tënde me burimin. Ndjeje një energji të madhe rreth e rrotull teje. Ndjeje dashurinë e madhe të burimit. Ndjeje paqen e burimit. Paqe është në zemrën tënde, ka paqe në zemër, ndjeje. Paqe e burimit në zemër. Ndjeje paqe e burimit është në mendje. Zemra dhe mendja janë një. Në ndjesinë e paqes së thellë. Dhe i gjithë trupi pulson në paqe. Shijoj, ndjej lidhjen tënde me burimin. Dhe ndjeje lumturinë e burimit. Ndjeje lumturinë e burimit. Ndjeje në zemrën tënde. Ka lumturi në zemër. Ka lumturi në mendje, ndjeje. Zemra dhe mendja janë një në lumturi. Lumturinë e burimit. Dhe i gjithë trupi pulson në lumturinë e burimit. Ndjej. I gjithë trupi pulson në lumturinë e burimit. Lësho edhe më thellë në këto oqean.
në këto oqean dashuri. Lundro në oqean. Lundro I lirë në oqean. Dhe merë frymë thellë, ajrin e pastër, ajrin e pastër. Merë frymë thellë dhe ndjej mushkërit si zgjerohen nga dashuria. Liroje frymë dhe lejoje zemrën të hapet pak më shumë. Relaksohu në këto oqean. Ka rrymë në oqean. Ka rrymë shërimi. Frekuenca shërimi. Ka frekuenca shërimi në oqean. Ka frekuenca shërimi në këtë hapësirë infinite. Ndjej lidhjen tënde me frekuencat e shërimit. Ndjej lidhjen tënde me frekuencat e shërimit. Ndjej dashuri brenda teje. Dashuri për frekuencën që shëron. Dhe lejoj këtë energji të madhe shërimi të vijë tek ti. Një energji e madhe shërimi ndjeje tani në këtë çast. Një energji e madhe shërimi vjen tek ti. Vjen tek ti. Nga hapësira, vjen tek ti nga koka, qafa, krarori, barku, pelvis I këmbët. Rjedh një energji e madhe, shërimi rjedh në trupin tënd, val. Një energji që ndihet si dashuri. Një energji që ndihet si paqe, si lumturi. Po shëron trupin tënd. Ndjeje trupi është një shtrat lumi I gjerë. Një shtrat lumi I gjerë. Ndjeje lejoje këtë energji val, një energji e madhe shërimi po vjen tek ti. Shijoje rjedhën e jetës brenda teje. Nga koka, qafa, krarori, barku, pelvisi. Rjedh. Tani po merr shërim, po pranon shëndet. Trupi po rigjenerohet, qelizat po rigjenerohen. Kjo energji shërimi po rjedh në trupin tënd. Në këtë shtrat të gjerë lumi. Dhe të gjitha boshllëqet që më përpara ishin zënë nga e kaluara, tani po mbushen me dashuri. Po mbushen me dashuri. Po ndodh një shërim I thellë pas pastrimit. Me një dashuri të thellë. Ti je I plot. Trupi është I plot. Zemra është e hapur. Shpirti është I lirë. Shpirti është I lirë. Ndjej merr frymë thellë, mbushim mushkrit me jetë të re, tani mbushim mushkrit me jetë të re. Ndjeje si zgjerohen mushkrit. Dhe liroje frymën dhe lejoje zemrën të hapet edhe më shumë. Dhe lejoje, ndjeje si vjen më shumë dashuri, më shumë energji brenda teje. Dhe e gjithë kjo energji që vjen, dhe për te shtratit të lumit, dhe mbush gjithë trupin tënd.
Gjithë energjia mbush gjithë trupin tënd, qelizat mbushen me energji shërimi. Të gjitha qelizat mbushen me energji shërimi. Buzëqesh, gëzojnë në lumturi të thellë, në gëzim. Një ndjesie pa përshkruar, të përfshin plotësisht në dashuri. Je i plot, je i lirë. Ndjeje, shijoj, shërimi ka ndodhur. Qelizat janë rigjeneruar, trupi është liruar. Dhe ti po jeton në çastin e tanishëm, këtu dhe tani, në këtë moment. Po shijon. Po shijon jetën tënde të re. Tash më ka ndodhur. Ja dol. Ja dolëm grupi, ja dol. Shijoj. Dhe nga dal, kur t'jesh gati, mund të hapër syt. Si njeriri në një trup plotësisht të pastruar dhe të shëruar. Ja dolëm grupi, ja dolëm. Ka një arsye përse je këtu. Lutja të është plotësuar. Lutja të është plotësuar, shijoj. Ndjej. Lumin e jetës që rjedh brenda teje, ndjej. Me çdo frymë marrë, mushkëria zgjerohet. Me çdo frymë që merr, mushkëria zgjerohet nga dashuria. Me çdo frymë që liron, zemra hapet më shumë dhe një energji e madhe, shërimi mbush trupin tënd. Dhe del dhe përtej shtratit të lumit. Dhe mbush çdo qelizë. Të mbush me gëzim, të mbush me lumturi. Ti je i çliruar, ti je i pastruar, ti je i shëruar. Ka shëndet për në ty. Ka jetë sërish në ty. Shijoj, e përjetoj, e jashtëzakonshme. Së bashku, po bëjmë një punë të jashtëzakonshme. Ky është shërimi i shpirtit, çlirimi i shpirtit. Ti ke ardhur këtu. Ti ke ardhur këtu të jetosh dhe të krijosh dhe të manifestosh nga një zemër e hapur, nga një shpirt i lirë, nga një mendje që është e lidhur me suprakonsciencën, nga një mendje që është e lidhur me burimin. Ti ke ardhur këtu të jesh i lirë nga kimikatet e kësaj bote. Në këtë moment, ti je i lirë. Së bashku ne pastrojmë, shërohemi dhe krijojmë. Pastrojmë, shërojmë dhe krijojmë. Pastrojmë, shërojmë dhe krijojmë. Kjo punë është e shenjtë. Ajo që ne po bëjmë së bashku është një punë e shenjtë. E haruar nga njerëzimi për shekuj të tërë. E haruar nga njerëzimi, ajo që ne po bëjmë është për te, nuk është jo thjesht e veçantë, po është për te kësaj, është e jashtëzakonshme dhe është fisnike. Ajo që po bëjmë, gjeneratat e kaluara kanë patur teknika të shenjta, fisnike, që janë lidhur me burimin. Dikur kur nuk kanë ekzistuar ilaçe, njerëzit lejonin trupin e tyre që të shërojë nëpërmjet këtyre teknikave. Dhe së bashku me marrëvinin kemi sjell edhe më të fuqishme, të bazuar në shkencë, të bazuar në kërkimet tona shkencore. Kemi sjell teknika që me sheku janë haruar nga njerëzimi në mënyrë të tillë që ne të jetojmë jetën që meritojmë të jetojmë, një jetë fisnike. Për secilin prej jush, dua liri, dua një jetë fisnike, dua që secili ti e meriton një jetë fisnike. Ti meriton të jetosh i lirë, ti meriton të jetosh në fisnikëri, ti meriton të vlerësosh, ti meriton të respektosh, ti meriton të ndjesh gëzim në zemrën tënde, ti meriton të ndjesh çlirim në zemrën tënde, transformim në jetën tënde. Meriton një jetë fisnike. Dhe besoj këtë gjë me gjithë shpirtin tim.
është drejta jote e lindjes. Është drejta jote e lindjes. Së bashku do takohemi të martën sërish në orën 21 për të folur për një seansë të fuqishme, manifestime. Është pastrim, është shërim dhe është manifestim. Po këto që po bëjmë mund të bëjmë edhe me fëmijët. Në retreat ne kemi patur edhe fëmijë 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç, 11 vjeç. Pra kemi patur edhe fëmijë në retreat. Dhe kemi patur raste të jashtëzakonshme të personave që lidhen dhe ndjejnë lidhjen e tyre me burimin, ndjejnë lidhjen e tyre me jetën, sistemi nervorarin në val të jashtëzakonshme, rritet ndërgjegja, lidhet me suprakoshciencën dhe del për te gjithçkaja. Ishte një grua e cila arriti të çlirohej nga gjithçka dhe po përjetonte një energji e madhe erdhi në trupin e saj. Një energji e madhe erdhi në trupin e saj dhe unë isha aty pranë saj. Dhe ajo ishte ai çasti i fundit që nuk po e lejonte plotësisht atë energji të vinte. Edhe tha, nuk e meritoj. Dhe ajo që unë i thash, përderisa je këtu, përderisa merr frymë, ti e meriton. Ju dua pafund. E meritoni. Do shihemi të martë.